Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Në këtë video do të zbulojmë 9 gjëra që duhet të largoni nga shtëpia për të sjellë fat, energji pozitive dhe më shumë para në jetën tuaj. Qëndroni deri në fund të videos sepse pika e fundit është një nga më të rëndësishmet. Gjithashtu mos harroni të më shkruani në koment në qoftë se I keni dhe ju këto sende. 1. Rroba ose këpucë që nuk I përdorni më. Nëse keni veshje ose këpucë që nuk I keni përdorur për më shumë se një vit, gjasat janë që nuk do t'i vishni më kur. Rrobat e vjetra, veçanërisht ato që ju kujtojnë momente të vështira, mbajnë energji të së kaluarës dhe e pengojnë zhvillimin tuaj të ardhshëm. Largojini ato dhe bëni vend për gjëra të reja. 2. Pasqyra të thyera. Sipas besimeve të vjetra, një pasqyrë e thyer sjell fat të keq dhe bllokon rrjedhën e energjisë pozitive. Pasqyrat reflektojnë dritën dhe energjinë, por një pasqyrë e dëmtuar mund të shpërndajë energji negative në hapësirën tuaj. Zëvendësojini ato sa më shpejt. 3. Orat që nuk punojnë. Një orë ndalur simbolizon ngecje dhe mungesë progresi. Nëse keni një orë që nuk punon, ose rregulloheni ose largoheni, sepse ajo mund të ndikojë në mënyrën se si rrjedh energjia në jetën tuaj. Për një jetë më të mirë, sigurohu që orët në shtëpi të funksionojnë siç duhet. 4. Lulet e vyshkura ose ato artificiale. Lulet e vyshkura dhe artificiale nuk sjellin gjallëri dhe mund të ndikojnë negativisht në atmosferën e shtëpisë. Është më mirë të vendosni lule të freskëta ose bim të gjalla që rrisin energjinë pozitive dhe pastrojnë ajrin në shtëpi. 5. Fatura dhe letra të vjetra. Faturat e papaguara ose letrat e vjetra krijojnë ndjenjën e borxhit dhe pengojnë rrjedhën e pasurisë. Mbaj vetëm ato dokumente që të duhen dhe largo gjithçka që nuk është më e rëndësishme. 6. Pajisjet elektronike. Laptop, telefona, pajisje kuzhine dhe gjëra të tjera që nuk punojnë ose që nuk I përdorni më, mund të krijojnë ngecje në shtëpinë tënde. Nëse nuk mund t'i riparosh, është më mirë t'i largosh ose t'i dhurosh në vend që t'i mbani kot. 7. Pluhuri dhe rrëmuja. Një shtëpi me pluhur dhe rrëmuj krijon një ambient kaotik dhe pengon rrjedhën e energjisë pozitive. Pastro rregullisht, mbaj hapësirën të pastër dhe të organizuar për të ndihmuar rrjedhën e energjisë pozitive në shtëpinë tënde. Nëse nuk mund t'i riparosh, është më mirë t'i largosh ose t'i dhurosh në vend që t'i mbani kot. 8. Fotografi ose dhurata. Nëse ke foto ose dhurata që të kujtojnë periudha të vështira dhe njerëz që nuk janë më pjesë e jetës tënde, është koha t'i largosh. Këto objekte mund të ndikojnë në ndjenjat dhe mendimet e tua. Mbaj vetëm ato gjëra që të sjellin lumturi dhe kujtime të bukura. 9. Portofoli vjetër ose I dëmtuar. Portofoli simbolizon financat dhe pasurinë tuaj. Nëse përdor një portofol të vjetër, të grisur ose të dëmtuar, kjo mund të ndikojë në rrjedhën e parave në jetën tënde. Bli një portofol të ri, të pastër dhe të organizuar për të tërhequr më shumë bollëk dhe begati. Këto janë 9 gjëra që duhet të largoni nga shtëpia për të sjellë më shumë fat, energji pozitive dhe bollëk në jetën tuaj. Nga rrobat dhe këpucët e vjetra që zën vend kot, te pasqyrat e thyera dhe orët që nuk punojnë. Të gjitha këto mund të ndikojnë në energjinë e shtëpisë. Kujdesuni të hiqni edhe lulet e vyshkura, faturat dhe letrat e grumbulluara, si dhe pajisjet elektronike të prishura. Pluhuri dhe rrëmuja krijojnë një ambient të rënduar, ndërsa fotot dhe dhuratat që sjellin kujtime të këqija vetëm sa ju mbajnë peng në të shkuarën. Mos harroni portofolin tuaj. Një portofol I pastër dhe I rregulluar është një simbol I financave të mira. Por mbani mend, nuk është fjala vetëm për largimin e sendeve fizike. Çdo herë që largoni diçka që nuk ju shërben më, ju krijoni hapësirë për mundësi të reja dhe për më shumë energji pozitive. Tani është momenti të veproni. Filloni me një nga këto pika dhe shikoni që do të ndiheni më të lehtësuar. Nuk është e nevojshme t'i largoni të gjitha me një herë, por një ndryshim I vogël mund të sjellë një ndryshim të madh. Nëse ju pëlqeu kjo video na ndiqni. Deri në videon tjetër qëndroni pozitiv dhe bëni vend për energji të reja.